Ndryshe. Me shumë nivel, unë nuk e di pse i quhen ti pa nivel, po njerëzit këto gjëra kanë qef me dëgju nga një personazh. Ti pastaj vazhdo ke tjetra. Në koncerte Noizi kush të ngre nervat kur je duke kënu? Çfarë të ngre nervat? Çfarë një gjë që të ngre nervat? Një gjë që më ngren nervat direkt është zërimi i keq, domethënë kualiteti i muzikës, i fonisë në klub, në audio e klubit, ë? Po. Domethënë ajo është gjë që ma caron më shumë. Po kështu fan të i fal që bërtet, që vjen dy hapë kështu, apo ato janë çiko mos janë ato simi as ne, po jo, është kjo që ti domethënë shkon, më ka ndodhur shpesh herë në Maqedoni këtë dhe me Zipo pres ta bëj Alfa Show në Maqedoni, sepse ato shqiptarët e Maqedonisë për shembull janë mendoj ndër fancat më të shmendur, më të zjarr, se shkoj vetëm më rrallë, shkoj vetëm në sezon veror, por për herë kam pas një lloj lidhje shumë speciale me shqiptarët e Maqedonisë, nuk i kam lënë asnjëherë që të ndihen, ne ju harrum juve, kupton se bëhet fjalë vetëm për Shqipërinë, edhe Shqipërinë, Kosovën, e kupton juve asnjëherë, dhe ato i kam përmend për herë, edhe sa herë që shkoj atje, gjë që më caron më shumë është se kualiteti i muzikës është një tmerr, është shumë vite mbrapa. Shumë mbrapa, s'kan teknologjia kam ngel mbrapa. Ka ngel mbrapa, atë sigurisht ato njerëz. Edhe s'knaqesh dot me zërin tat pastaj po. Po s'u kënaqe vet, nuk s'ke si të kënaqesh tjerët. Edhe mezi po pres që faktikisht këtë vit më falni, jo këtë vit që gënjeva, vitin tjetër në sezon para verës ose në sezonin veror do bëhet Alfa Show në Maqedoni, në Shkup, në stadium, edhe do bëjmë Alfa Show kismet Zotit, nëse gjëra shkojnë ashtu siç i kam plan, edhe në Prishtinë, si vjet. Kosovë. Duhet, me thënë drejtën. Jo, po thosha që ta Noizi kanë fansat më të zjarrt, nuk e di Noizi që janë ca çuna ndoshta aty poshtë që po e presin, e kishin ardhur me piktura, e më the tash. Shumë gjë bukur që edhe mas shumë vitesh ndodhin këto gjëra, i mbaj mend që këto gjëra më ka pas ndodhur në fillim që kishin njerëz dashamir të muzikës, do t'i quaj fanca që prishin poshtë me piktura ose të bëjnë një foto dhe vazhdon akoma ajo gjë, shumë gjë bukur. Ke bodyguard ti? Jo. S'ke? Jo. As kur shkon në për koncerte? Shiko, duhet bodyguardi, sidomos kur ke njerëz që, shiko, jo që duhet bëjnë keq, por janë aq nuk e kuptojnë pa dashje. Deri ku është sa limiti? Kalojnë masën. Po duhet dikush që të marrë render, jo. Marrë render, po për të marrë render. Për like to chill the situation me ul pak poshtë, por jo që kam nevojë për bodyguard. Çka ke fobi që se duron dot? Fobi. Do rrit mendojmë gjithë natën për këtë. Avionin për shembull, fluturimet? Jo. Më gjumë në sekondë. Gjarprin miun kështu gjërash në këto. Jo. Si ke me mangat. Jo. Lartësit. E po s'ke fobi. S'ke fobi, ë? Se di, unë nuk di që kam fobi. Frikra, ke? Ja, se besoj. Si lloj frike, ë? Se besoj. Tash i frik. Në çfarë, mu hedh nga avioni normal. Frika, jo, ke frikë për shembull që do vdesësh, për shembull kot. Jo. Nga frika vdekja. Jo. S'ke nga ato frika? Hajde Salsa, 13. Ka thënë në një nga intervistat në anglisht që dhe për një gazetare angleze, nuk e di, në televizion shqiptar ishte? Po. Ke thënë që për kraja që të bëri Rama ka prish shumë punë se sa të ka rregulluar, se gjithë njerëzit thonin, po këtë për krah kryeministri. Shiko, aty është. Kështu, nuk e di, kështu e kuptova keq apo jo gjithë e mendojnë ose e njohin Ramën, fansat e mi sigurisht që e njohin Ramën, e kupton se si është në privat. Po e njohin që është kryeminist, po jo. Njohin që është kryeministër dhe me 1 milion balta në shpinë që jo vetëm ky kryeministër, por edhe 10 tjerë që do vinë, është asnjëri nuk është perfekt. Unë jetoj edhe unë këtë Shqipërinë e shkret që shqyqy po e merr veten në format ndryshme, mbase me hapa jo të shpejt, po e merr veten. Jetoj edhe unë këtu, edhe mua më intereson se çfarë ndodh në Shqipëri, edhe për interesin tim Partia Socialiste, Edi Rama, që është kryetari i Partisë Socialiste, mua më intereson. Siç ty mund të interesojë diçka tjetër ose dikon tjetër, po unë kur pash 5 opsione në tavolinë që për këto janë 5 opsione vllai, nuk kemë shumë, mos nuk kemë më pak se shumë njerëz, po janë gjithë njësoj. Ore në rregull, po këto janë opsione që un kam 5 në tavolinë. Dhe nga këtë unë këtë vlerësoj. Po sigurisht që atë vlerësoj, po është dhe më i miri.
Po mirë, unë kam kuptim komplet tjetër. Të ka prishur punë në muzikë gjë? Prish pa punë. Prish punë sa ata nuk e kuptojnë. Nuk e koncepton dikush që orë edhe un kam interesat e mia. E kupton, nuk mund të murresh ti mua pse un pse dolën koncertin e Partisë Socialiste. Po, sigurisht. Ashtu me artistët, edhe artistët më të mëdhenj botror ashtu bëjnë. Ndodh që dikush e përkrah Trumpin, dikush ndodh që ka njerëz ekstremista që i ngel hatri pse ti e ke bërë atë, kupton? Edhe nuk i gjon në këmbëtuj. Ka gjobit në herë policia? Sigurisht që po. Po, sa makina ke ti në shtëpi? Nuk e di, se di ma të kënjë. Se di e? Nuk e di. Kam qenë njërë dëshmitare kur bleu një makinë, jam bëri mami të ratë para shumë vite. Sa, i ke 10 makina? Basë më shumë. Më shumë. Qa ke më qeftit nga cësh? Asë njërën. Ke shofer apo nget vet? Pa, asë njërën. Ke shofer apo nget vet? Shumicën e rasteve, këto makina që kam jap vetë, shumë pak që jap, por që kur jam në koncert kemi shofer. Okej. Vazhdo me 16-ën. Reperi më i dobët shqiptar, kush është? Më i dobët i bie që unë se njoh, po këto të njohshmit do thon? Nga këto të njohshmit. Po jam surprizuar, kam det kur kam bërë këtë albumin Alfa, kam det një 6 muaj, po thuj se i burgosur në studio, hyja në studio orar pa orar që do të thotë mbas dreke, edhe nuk u dinte se kur unë dilja nga andej. Nga studio. Por që kuptova shumë gjëra, sepse ngjova dhe shumë muzikë gjatë këtyre kohës që unë prodhoja, na bite me ngjuh shumë gjëra, edhe old school sa ton që kemi pas. Edhe shpesh herë them, o zot, sa katastrofë kanë qenë për muzikë. Si ka mundësi që mund të jenë bërë këto njerëz të famshëm, po do të kuptosh. Ama s'është nevojë më fort. Mos i fol, mirë. Që të vim shkurtë se po mbarojmë. I thoja si ka mundësi për nuk ka pas atëherë. Diti që dalin çdo javë, më duket ose çdo ditë dalin 170.000 këngë. Çuça. Në botë. Qishta në botë. Po. Këngë të reja mo? Dalin? Po. Që lançohen? Po. 170.000. Çfarë sheh më shumë në televizor? Nuk shef televizor. Nuk shoh televizor. Ëndra jote nxirtar. Ka ngel sigurisht me muzikë dhe ca gjëra të vogla, por që nga ana biznesit janë ato, i kam një gjë shumë për zemër që du ta bëj se s'bën, edhe bëhet fjalë për biznes, por është një biznes i këndshëm, biznes që i përket historisë time të tipit sportit. Është i shëndetshëm si biznes, është pro natyrës, është i madh, mund të vi gjithë bota, do e bëjnë atë nivel që do vi gjithë bota dhe gjithë sportistët e botës aty dhe çfarë është kjo më? Më është kamp trajnimi në mal, me një mal që nuk shfrytëzohet, mbase do të jetë mali ku trajnim për boks apo çdo lloj sporti, po do të jetë ndërmarrje e madhe, nuk është gjë e vogël, bëhet fjalë për vetëm njerëz që mund të flenë aty, do të jetë se s'bën 100 dhoma. Kështu që kam dëshirë ta bëj këtë. Vetëm për sportin, ëh? Vetëm për sportin. Do e bësh ti, jam i sigurt. Kur do martohesh, Noizi? Se di, është edhe, duhet të martohem? Po s'është daj që tash më sa di un baba jot ka qejf që ti të martohesh. Po gjithë baballarët ton kanë qejf se kanë ngel aty, po nuk e dia duhet të martohen. Pse nuk ke asnjë histori roz vërdall? Si ka mundësi? Reperi më i famshëm, më i suksesshëm. E çuditshme dhe unë më pak i përfolur i ky. Noizi u lidh me këtë undana atë. Apo po ku dëgjon? Nuk folet për leke për femra. Vallai, aq shumë flitet për leke për femra zot. Mirë, ky është i Okej, një bashkëpunim që ti doje ta bëje, por nuk mundesh. Si më thon, do të bëj bashkëpunim me doja për shembull me 50 Centin për shkak të historisë, edhe pse nuk është shumë i nxehtë momentalisht, ka disa vite që e ka lënë, doja me Lil Wayne bëja bashkëpunim, sigurisht që do doja me Tupacun e Bigin e gjithë të tjerë, po që i arritshëm për shembull që aktualisht është i nxehtë, është i mirë, është Drake, është super ëndër, super artist i mirë. Është i mirë, kështu që po mund ta bësh apo është e realizueshme, por që nuk është dhe lehtë, si më thon, nuk është tip që të pranoj bëj këngë vetëm për lekë është. Kalojmë tek rubrika me na erdhi fundi, sikon si erdhi fundi 2 orë Noizi, 2 orë. Edhe s'po na dali 2 orë, inshallah e mbarojmë të kohë me rubrika me sekës. Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këngë. Në vend të fjalës seks, do vëm fjalën këngë. Okej, edhe unë. Do të përgjigjem me fjalën këngë. Okej. Ti përgjigjesh për këngë. Ti përgjigjesh si duash. Por ne po zvendësojmë. Do të flasim për seks, po nuk e ka seks, e ka këngë. Okej. Sa këngë repertori ke numëruar në herë?
Jam menaxhueshme, numërohen. Sa e ka kalu 100-ën? Po, shiko, nuk kam marrë një mundimin numër sa këngë kam bërë. Sa këngë ke bërë? Dhe sa tekste kam shkruar. Ai e tha që në krye të erës kush e di sa stoka aty. Si mund të jetë jeta pa këngë? Për mua, unë mendoj që pa këngë mund të jetë shumë stresuese. Nuk ke momente që mund të relaksohesh. Nuk relaksohesh do. Nuk kanë gjumë muzikë. Të mbritet një kokë më këtë mbrapa. Nuk ke se si e shmang. Ndoshta të çon të marrësh dhe vendime që janë të hishme. Vetvrasje. Jeta pa këngë vetvrasje. Këndon ti në çdo vend të mundshëm? Sidomos në dush. Të pëlqen më shumë këngët që këndon vetëm apo kur bashkëpunon? Kur jam në grupi, kori është më e bukur. E di të çfarë diferenca me dis A dhe O? 3 centim më shumë. Ja, the vazhdalet. Të pëlqen sa të ka zgjatur një këngë për ta kompozuar? Kënga më shpejt? Më shpejt. Po unë jam super gjeni disa sekonda. Kënga më gjatë. Kënga më gjatë varet, kur nuk jam shumë i frymzuar, zgjat edhe me 2-3 ditë. 2-3 orë, 2-3 orë. E më ti 2-3 ditë bashti, se na e bënë Spider-Man. Superman noiset. Ke kënduar në herën polici? Qysh. E ke fjalën për ato takimet speciale. Takimet speciale, po. Jo, kam flirtuar në polici. Unë me policë? Sa sigur që ka. Ke regjistruar ndonjëherë këngë në telefon? Ta bën videoklipin me telefon? Jo, kam parë këngë në telefon. Kam parë këngë. Kur bën një këngë, ku t'ja tregon parit? Që i thua ti shokut, huça këngë i. Shiko, janë disa. Okej. Ke paguar ndonjëherë për të kënduar apo vetëm pagon? Asnjëherë në jetë. S'pagon asnjëherë për të kënduar? Jo, jam shumë tip i, si më thon, jem siklet shpejt. Nuk këndoj syt njerëzve. Nuk këndoj syt njerëzve. Na për natë. Nëse jam vesh mirë domethënë. Të pëlqen këndosh me rroba apo pa rroba? Po shiko, varet se ku ndodhem. Varet ku ndodhesh. Si jemi në studio për shembull. Në plazh pa rroba Ka vende që s'mund të zhvishesh duke këndosh të zhvishesh. Noizi kur përpara se të këndosh, ti bën kështu vokalica apo stretching, çfarë bën? Nxemje, do të thënë bën nxemje? U knaq vare. Para se të këndoj çfarë bëj. Falem. Sa na shkon gjithkami. Po mrapa e nisi cigare? Jo spi. Të ka zënë herë kolla duke këndu? Imagjino të shtitesh net. O zoti. Kush ka qenë kënga me më shumë bashkëpunëtor? Wow. Sa bashkëpunëtor ka qenë? Big Body Benzo. Nuk mund të shkoj më shtell, një. Tek aty rrim. Tek bashkëpunëtor. Shumë i bravo Noisi. Me këtë do dohet bëj një këngë nga këngëtarë shqiptarë që se bën dot. Nuk do thush emra, di unë. Jo, pa emra. Kur mendon të heqësh dorë nga kënga? Kur? Jo, tash kur ne mos dëm të heqim dorë asnjëherë, po është një limit ajo. Po varet sa na jep Zoti. Sa na jep Zoti. Edhe fuqit këndojmë. Sa fuqit këndojmë. Dorë mos hiqi. Kjo është e fundit. Në klasifikimin e këngëve tua, kush janë 3 më të bukura dhe çfarë kanë emrat? Sigurisht. Titut e këngëve. Ama 3 dum. Nuk ndo. Nuk do, thë? Po ka 3 klasifikime? 3. Por unë më gjithë ato bashkëpunime, nuk unë ngela atë. Jo se ngela trigoca. Shok bashkëpunuesve. Po nga tropa. Këngët më të bukura kush janë? Veriut, Shqipërisë Mesa apo ti?
Që unë jam malsor vet, kështu që mamin e kam këtej nga Shqipëria mesme. Nga Shqipëria mesme, kështu që përmbledh gjithë. Gjithë bashkë. Gjithë bashkë, shumë. Mos i ngeli atri, Noizi respekton. Kur ke kënduar për herë të fundit? Këngëra e fundit kur është bër? Pas. Pas. Po të para se të vija këtu më bëja vokalica që. Aman. Mle, as po të ngacmoj as. Jo, mirë, në rregull. Ja mbaruam, ishim me Noizi. Ishte fantastik. Faleminderit, jeni shumë mirë. Faleminderit shumë Noizi që erdhe. Ishte shumë e bukur mbase vitin tjetër. Apo mëson. Do këndosh vitin tjetër? Jo, do vish prapë, do vish vat. Ti mbas do vish më shpejt se do kesh për të treguar sepse para filmit mbase filmit të ri do më duhet bëj pak promovim. Do duhet pak promovim, po edhe edhe për gjëra sepse gjatë kësaj kohe ti nuk rri asgjë pa punuar edhe për bërë gjëra të mira. 100%. Unë pres në studio. Me qef, edhe mbaj fjalën siç e ke mbajtur gjithmonë. Do vim një drek apo dar kur zgjohesh ti nga gjumi. Këtë periudhë që un po merrem me filmin, po zgjohem herë për shkak se po bëj stërvitje jashtëzakonisht shumë, po stërvitem çdo ditë nga 2 herë në ditë. Se do bësh boks atje. Se do bëj boks dhe jemi zhveshur gjysë si gjeshur duke bërë këngë, duke bërë boks. Dhe më duhet të jem top form. Kur bësh këngën e fundit na kujto dhe ne. Po si jo. Faleminderit. Këngës do i marr telefon. Suksese për albumin e ri, suksese për Alfa Show edhe për filmin. Faleminderit kolegë, jemi dëgjojmë javën që vjen tjetër. Patjetër, mirupafshim gjithë, ju dëgjofshim gjithë natën. Faleminderit Noizi shumë.